Si ndikon ky përdorim i tepruar mbasi i teknologjisë? I pa kontrolluar është armëbrastare. I kontrolluar dhe me mas është i dobishëm. Kemi humbur komplet përdorimin e ç's, përdorimin e ës. Ne kemi humbur gjysmën e fjalës. Ne nuk themi më faleminderit, po ne themi thanks, edhe atë fëmijët tanë nuk e shkruajnë tamam, po thënë në xë. Prindrit nuk e ndajnë dijen nga nota. Për që në sinqert është edhe unë vetë se sysh nuk jam pazit. Në gjitha lëndët. Prandaj që unë mendoj zysha që fëmijët tanë do ndjekin ëndrat e tyre dhe jo ëndrat tona. Ne qeshim dhe themi, i ku interneti, i ku drita s'kishte internet, ne janë çikmë ata të shtëpisë ishin njerëz shumë të mirë. Po çfarë ndodh tjetër brenda shkollës suaj? Çfarë ndodh brenda familjeve tona? Është e njëjta gjë. Ju jeni të parat që i merrni vesh gjithë ato. Patjetër se duket që në mëngjes të jeni të sigurt Valmora që fëmijët shprehen. Le të themi antarët e familjes janë grupi punës, me përgjegjësitë e tyre, me detyra të ndara dhe të detajuara. Sa dy institucionet kryesore janë shkollë, familje, prind, mësues, janë hallka të një zinxhiri që nuk kanë për të kputur kur, mendoj unë, po duhet të shtrëngohen çik.